të cilët jeni zgjedhur me votë, që keni fituar besimin e banorëve të kësaj zone. Ashtu si ju edhe unë, nëpërmjet televizorit, ditët e fundit të urrikut dhe ditët e para të gushtit, u njojtëm me draftin e Komisionit të Reformës, që Bashkia e Serenicës do t'i bashkohet Bashkisë Vlorës. Mbas lajmeve, heri dhe një lajm tjetër ku një prej deputetëve duke dalë e duke firmos shprehu që këtë kërkesë ka qenë e banorëve. Ka qenë e njerëzve që Serenica të bashkohet me Vlorën. Kjo deklarat na vuri në siklet gjithëve. Po vendosi edhe mua, besoj edhe ju, këshilltar, po dhe ju kryetar të fshatrit, që ne kemi dashur vetë që të shkojmë me Vlorën. Qëndrimi im zyrtar ka qenë para se reforma të bëhet, para se drafti të vitë. Kudo që unë kam pasur mundësi të flas, dhe kudo ku unë jam pyetur, dhe në komisionin parlamentar, unë kam shprehur mendimin tim me argumenta pse duhet të qëndroj Bashkia e Serenicës. Si një detyrim ndaj popullit, si një detyrim ndaj ju këshilltarëve, si një detyrim ndaj dhe ju kryetarëve të fshatrave, unë po e përsëris dhe njëherë me fakte atë që e kam përmendur dhe në komisionin parlamentar. Ndër pikat kryesore të reformës ishte kapacitetet financiare të bashkive. Ne renditemi Bashkia 14 në Shqipëri me të ardhurat e veta për frymë. Renditemi Bashkia e 9 në Shqipëri ku shpenzimet që kryejmë i kemi për investime. Pra ne investojmë te komunitetet tona, në rrugë, në shkolla, në sheshe, në kanale, atje ku ka nevojë njerëzit, atje ku ka nevojë banorët. Ne renditemi Bashkia e 29 për funksionalitet. Nuk renditemi as Bashkia e 47, as Bashki e 61, por renditemi në të tërë komponentët e saj të 29. Ky është një raport i bërë nga komisioni dhe këto shifra që unë ju them janë shifra të komisionit. Borxhi publik i Bashkisë Serenicës sot është 3.6%. Renditemi ndër bashkit me performancë të mirë ekonomike. Dhe renditemi ndër bashkit e para në Shqipëri, e para për diversitetin ekonomik. Pra ne nuk kemi varësi nga një sektor, por ne kemi varësi nga të gjithë sektorët. Ndryshe nga qytetet e mëdha kur kanë varësi vetëm nga lehtë ndërtimit, ne, unë, ju dhe administrata është munduar që këto 4 vjet të shkoj, të punoj, të mbledh të ardhurat në të gjitha sektorët që ne i taksojmë. Dhe fakti ka treguar që nga viti 2015 e deri në vitin 2025 ne i kemi 4 fishuar të ardhurat tona pa rritur asnjë barë fiskale. Bara fiskale ka qenë e njëjta. Duke i marrë të gjithë këta komponentë që vetë komisioni i kanë nxjerrë, dhe unë kam detyrimin moral që i them dhe ta sqaroj opinionin publik, e bën Bashkinë e Serenicës një bashki me performancë të lartë ekonomike. Komponenti i dytë ka të bëjë me burimet njerëzore. Para disa ditësh dhe në rrjetet sociale të mia i kam hedhur me foto. 16